Pas humbjes minimale në Shkodër, Malisheva dinte se në shtëpi nuk ishte vend për gabime. Dhe përgjigja u dha aty ku duhej. Në kampin nacional ta Valiz me rezultat bindës, Malisheva mposhtë Vllaznin 5-0. Skuadra kosovare mori kontrollin e lojës qysh nga minutat e para duke ushtruar presion të vazhdueshëm në portën e shkodranëve. Këmbgulja atyre u shpërblye në minutën e 34 kur Kreshnik Uka finalizoi aksionin dhe kaloi Malishevën në afërsi. Por sulmet e vendasëve nuk ndalen as pak para pushimit të pjesës së parë, ku Gjemajli Bishi shënoi golin e dytë në minutat shtesë. Këtë ritëm vendasët e mbajtën dhe në fillim të pjesës së dytë, ku përsëri shënoi Kreshnik Uka dhe vetëm pas 5 minutave porta shkodranëve sulmohet përsëri nga Arlind Veliu, i cili shënoi golin e katërt. Fitoren e vullosin nga banka rezerv Krenar Dulaj në minutën e 89, duke asiguruar Malishevës biletën për raundin tjetër të garave. Dhe vjen goli 5, realizon Krenar Dulaj.